e shoh padyshim të ndritur të ardhmen e avokatisë. Dëmi që shkaktohet në rast se nuk merr avokat është gjithmonë shumë më i madh se sa kur merr avokat. Njerëzit do kenë më besim te drejtësia, do kenë më besim te avokatët. Rruga e drejtë është gjithmonë e dukshme, se kush është më vështira për t'u marrë. Preferoni një qasje më agresive apo më të matur? Qasja duhet të jetë gjithmonë agresive për mendimin tim. A besoni se veshja ndikon në mënyrën se si perceptoheni nga klientët ose gjykata? Po. Cilat janë elementet kryesorë të veshjes suaj të përditshme si avokat? Unë vesh dhe ndoj polo në vend të këmishës. Preferenca ime është mokasin ose loafers. Kodi i veçantë i veshjes gjatë paraqitjeve në gjykat. Kostumi blu ka një impakt psikologjik edhe tek gjyqtarët. Çfarë ju shtyu të ndiqni karrierën në drejtësi? Karriera në drejtësi ka qenë në tepër shtys e situatës që ndodhej atëherë në Shqipëri, domethënë, në atë kohë drejtësia ishte në hapet e para dhe ne ishim të frymëzuar nga figurat shquara të drejtësisë fqinje, si Falcone e tjerë, Borsellino. Kjo ka qenë shtysa fillestare. Pastaj në një farë mënyre mbetëm në pjesë e drejtësisë. Në cilat fusha të ligjit jeni të specializuar? Fushat kryesore të ligjit në cilat jemi specializuar janë ato të drejtës civile. A keni pasur një rast më sfidues nga ato që keni trajtuar? Gjithmonë ka diçka që është më specifike se të tjerat. Më sfiduese janë kryesisht debatet gjyqësore që lidhen me investitorët e huaj. Ato janë pak më kemi pasur çështje me shumë rëndësi, nga të cilat fatmirësisht kemi dalë dhe shumë mirë. Çfarë duhet të di një person përpara se të angazhojë një avokat? Një person duhet të jetë në rreth parë i ndërgjegjshëm që për çështje të caktuara prezenca e avokatit është e detyrueshme, pra është ajo që shpëton individin nga një dëm ekonomik, një konflikt penal, kështu që në fillim njerëzit duhet jenë të ndërgjegjësuar për të angazhuar avokat. Kjo është hapi i parë që duhet ta ketë çdo qytetar. Më pas duhet ketë parasysh që avokatia është një sferë e cila ka edhe pjesën financiare që ka të rëndësishme, pra në përgjithësi pjesa që i tremen më shumë njerëzit është impakti financiar që ka angazhimi i një avokati, por duhet pasur parasysh gjithmonë rezultati final, dëmi që shkaktohet në rast se nuk merr avokat është gjithmonë shumë më i madh se sa kur merr avokat. Si mundet dikush të mbrohet ligjërisht në rast të një konflikti? Këshillimi kryesor që jep në tilla raste është angazhimi i avokatit. Kjo është hapi i parë. Asgjë nuk duhet bërë me iniciativë, sidomos në shkrimin e akteve. Si do ta vlerësonit sistemin ligjor në vendin tonë? Nuk është nga më të mirët në rajon, nuk po flas në Evropë. Procesi civil dhe procesi penal janë të tezgjatura, që të përfundojnë procedur duhet kaloj të paktën një kohë 5-6 vjet, që është në rastin më të mirë. A do të kishte një ndryshim ligjor që do të propozonit? Propozimet kryesore qëndrojnë tek dhënia e një pavarësie sa më të madhe të sistemit gjyqësor. Në një farë mënyrë është edhe ai që realizon drejtësinë objektivisht. Pastaj për ligjet veçanta kemi dhënë gjithmonë kontribute, si në të drejtën civile, ashtu edhe në pjesën administrative, pra në ligjet posaçme, siç ka qenë ligji për regjistrimin e bizneseve dhe ligjet tjera ose aktet ligjore kemi dhënë kontribut vazhdimisht në këtë prizmë. A ka një avokat në Shqipëri që e keni model? Ka shumë avokat në Shqipëri të cilët janë shembull për të ndjekur. Zakonisht në Shqipëri ata avokat cilët kanë arritur të krijojnë dhe zyra avokatie të cilët vazhdojnë të jenë të suksesshme janë shembulli që unë kam personalisht, pra ata kanë rezistuar kohës, i kanë rezistuar sistemit, presioneve, kanë integritet. Vitet e fundit, shumë personazhe të politikës kanë pasur nevojë dhe për avokat. Cilin prej tyre do të kishit dashur të mbronit? Me thënë drejtën, pjesa e procedimeve të bujshme, për fat keq kanë qenë procedime të karakterit penal,
siç thash edhe më përpara, ne nuk është se kemi specializim në këtë pjesë dhe nuk do të donim që të angazhoheshim në pjesën penale, por nga këto çështjet e bujshme, të cilët kanë karakter civil brenda, atëherë ne kemi qenë pjesë në ato kryesore, kështu që nuk është se kemi një keqardhje që s'kemi marrë pjesë. Pothuajse në të gjitha kemi qenë pjesë. Si e shihni të ardhmen e profesionit të avokatit? Ardhmja e profesionit të avokatisë në Shqipëri është e sigurt shumë herë më e mirë se ç'është tani. Kjo është, le të themi, do vi gjithmonë duke rregulluar. Njerëzit do kenë më besim te drejtësia, do kenë më besim te avokatët, do jenë më të ndërgjegjësuar për ndjekjen e çështjeve me anën e ndihmës së profesionistëve. E shoh padyshim të ndritur të ardhmen e avokatisë. Cila është filozofia juaj në komunikimin me klientët? Filozofia kryesore është qenia sa më transparente. Cilat janë parimet kryesore që udhëheqin punën tuaj? Integriteti është, për mua, është parimi kryesor. Pa pasur integritet, është e vështirë që të ecësh në afatgjatë në avokati. Pjesa e ndershmërisë, e përkushtimit, pra avokatia kërkon shumë përkushtim, duhet të jesh pothuajse 24 orë në dispozicion të klientëve. A ka ndonjë rast kur keni bërë një zgjedhje të vështirë për shkak të parimeve tuaja? Avokatët dhe unë personalisht jemi veçanërisht në fokusin e zgjedhjeve të kësaj natyre. Ka gjithmonë në raste kur ndihesh le të themi një dilemë shumë të madhe midis të bërit të një gjëje të drejtë dhe një gjëje të padrejtë. Sigurisht rruga e drejtë është gjithmonë e dukshme se kush është, por është më vështira për t'u marrë. Përpiqem që në zgjedhjet e mia të jem i orientuar drejt rrugës drejtë. Si e ruani balancën mes mbrojtjes së një klienti dhe respektimit të ligjit? Mbrojtja e klientit duhet bërë gjithmonë brenda parametrave të ligjit. Në momentin që le të themi cënohet ose shkelet ai kufiri që në disa raste është goxha i brisht ose i padukshëm, nuk arrin të drejtësi, ose edhe nëse arrin të drejtësi, është një drejtësi afatshkurtër që nuk i hyn punë as klientit në fund ditës. Si përgatiteni për një argumentim para gjykatës? Përgatitja kalon në 2 faza zakonisht. Faza e parë ka të bëjë me përgatitjen e materialit, që do jetë ai që do depozitohet dhe që do relatohet përpara gjykatës. Kjo është faza më e vështirë dhe që kërkon më shumë kohë. Faza e dytë pastaj është faza në cilën ti bën interpretimin ose përgatitesh për mënyrën se si do të interpretohet ky material përpara gjykatës. Preferoni një qasje më agresive apo më të matur? Qasja duhet të jetë gjithmonë agresive për mendimin tim. Pra, sidomos në sistemin shqiptar, nuk duhet të respektuar asnjë, le të themi, marrëveshje gentlemanësh apo ruajtja e këtyre mini etikave të heshtura mes avokatëve apo mes avokatëve dhe gjyqtarit, për aq sa lejon ligji qasjet të jetë agresive. Si e përshkruani stilin tuaj të veshjes si avokat? Unë mundohem që të jem korrekt në radh parë, pra të ruaj ato etikën që përcakton rregullorja e gjykatës, dhe në radh dytë mundohem që të kemi stil veçantë, sipas edhe rastit, mundohem që të luaj me ngjyrat, sidomos duke pasur parasysh që ngjyra ka goxha rëndësi edhe në perceptimin e jashtëm nga të tjerët, nga gjyqtarët, nga kolegët. A besoni se veshja ndikon në mënyrën se si perceptoheni nga klientët ose gjykata? Po, pa diskutim. Madje është fakt i provuar. Mendoj që në radh parë përfaqësuesit, edhe vetë palët, po përfaqësuesit e palëve në gjykat duhet të ruajnë një normë të caktuar veshje, nuk duhet të bjerë asnjëherë nën nivelin e kësaj norme. Pastaj pjesa që përket detajeve apo mënyrës kombinimit, kjo është diçka që veçon një pjesë të avokatëve ose të gjyqtarëve që vinë në gjykatë. Preferoni klasiken apo edhe me një prekje moderne në stilin tuaj? Klasiken. Prekja moderne është gjithmonë, por gjithmonë kjo vjen
pa cënuar disa konture të klasikes që në disa raste prekja moderne i prish. Duhet të ketë gjithmonë diçka të re, inovative, por brenda atyre konturave të klasik për mendimin tim. Cilat janë elementet kryesor të veshjes suaj të përditshme si avokat? Të vishem jo në uniform, pra jo në kostum, pra kostumi mund të zërë 20% të veshjes time ditore, pra nëse një ditë do vesh kostum, atëherë 4 ditë do vesh spezzato, pantallona dhe xhaket, të cilat kanë ngjyra të ndryshme. Ndonjëherë rrallë, kur nuk kam takime apo kur nuk kam çështje gjyqësore, mund vesh dhe ndonjë polo në vend të këmishës. Në shumicën e rasteve përdor kravatën. Pucët janë, për mendimin tim, pjesa më e rëndësishme e veshjes. Preferenca ime është mokasin ose loafers. Për mendimin tim, pucët do të jenë të shtrenjta dhe do të jenë të bëra mirë. Sa të rëndësishme janë aksesorët në paraqitjen tuaj? Unë përpiqem që t'i përdor me karar aksesorët. I jap një rëndësi rasteve të caktuara. Aksesorët që nuk mungojnë janë rripi ose tirandat, ndonjë byrzëlyk i lehtë, nuk para përdor shami, kravatën, siç e thash edhe më përpara, kam qejf ta përdor. Për mendimin tim nuk del kurrë nga moda. Kto janë. A keni ndonjë markë apo dizajn të preferuar? Për shembull tek pucët më pëlqejnë Church, pa hequr dorë nga marka të tjera që janë pa aq cilësore ose edhe më pak të kushtueshme, por që janë shumë cilësore, janë Moma për shembull, markë italiane. Nga veshjet më pëlqen shumë Lardini, por është le të themi goxha i kushtueshëm si markë. Kur ka mundësi mund të marrë diçka. Tek klasikja është e lehtë sepse mund të përdorësh edhe marka të tjera të cilat janë më pak të njohura, që kanë cilësi shumë të mirë. Cili është kodi i veçantë i veshjes gjatë paraqitjeve në gjykat? Ajo që preferoj në gjykat është kostumi blu, navy, ose edhe pak më i çelur, sepse ka një impakt psikologjik edhe tek gjyqtarët. A besoni se ngjyrat e veshjes mund të ndikojnë në mesazhin që jepni si profesionist? Po. E thash edhe më përpara, mendoj që ka studime për këto, nuk është një mendim personal, që disa ngjyra të caktuara mund ndikojnë për mirë apo për keq. Këshilla që jepet është që ngjyra blu është më friendly, është më miqësore, sidomos në konfliktet gjyqësore. Kështu që unë përpiqem paktën në këtë aspekt ta respektoj. Për te profesionit tuaj, si është jeta juaj? Si përbëhet familja juaj? Preferoj atë zonën e komfortit në 85% të ditës, të javës, të muajit. Unë kam 2 vajza që janë në moshë para adoleshente dhe preferoj që mbasi mbaroj punën të shkoj në shtëpi, nuk preferoj të dal rrallë herë për ta prishur edhe për dal nga kjo zona e rahatis, mund edhe të lëvizin për darka apo për jetë nate, po le të themi pjesë të dërmuese ditës kalohet në rahatinë e shtëpisë. Avokat, faleminderit. Faleminderit.